Zoti Berisha, Artit Hoxha nga Euronews, për ta vijuar pak pyetjen e fundit të kolegut. Nëse do të marrim të mirëqen 100% të vërtet atë që ju thoni për kontratën. Jo, s'mund t'i marrim ndryshe, se ashtu janë. Patjetër, nuk e vëmë në diskutim. Po. Pse nga Partia Demokratike nuk pati një publikim të kësaj kontrate në momentin e firmosjes? Pra, kontrata është firmosur në datën 4 prill dhe u prit që të bëhej publikimi tek Fara në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më pas të merrej nga mediat shqiptare që ky diskutim ne të ishim sot sepse nuk ishte një kontratë e Partisë Demokratike. Vetëm ta përfundoj. Po. Ju vetë deklaruat që është një lloj kontrate që Partia Demokratike përmes fondacionit në Amerikë lidh me një avokat të zotit Trump. Për të bërë krahasimin e këtij raporti që juve lidhni këtë herë me avokatin e zotit Trump dhe që keni lidhur më herët me zotin Lasipita, një tjetër bashkëpunëtor i zotit Trump, pra në rastin e zotit Lasipita ju dorët një konferencë për mediat dhe publikuat, ndërsa në këtë rast u mbaj disje fshet. Pse kjo zgjedhje? Bravo, shumë e drejtë pyetja. Sepse nuk ishte Partia Demokratike, ishte fondacioni. Ka firmosur zoti Noka. Po, çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin ka firmosur zoti Noka. Pranon shërbimin. Po jo pal kontraktuese. Në rastin me zotin Krista Sivita, ne jemi pal kontraktuese si PD. Në rastin tjetër, pal kontraktuese është fondacioni i patriotëve dhe demokratëve shqiptarë. Ne nuk mund t'i zëvendësojmë ata. Ja, nuk mund t'i zëvendësojmë ata, kjo është shumë e thjeshtë, më thonë. Ne nuk mohojmë që ne kemi pranuar dhe kemi firmosur, pranojmë shërbimin, por nuk jemi ne pal kontraktuese. Besoj se është e qartë. Kam edhe një kënd të dytë të për të njëjtës çështje. Urdhë, patjetër. Ka një kritik të ndryshëm në media gjatë ditëve të fundit pas publikimit të kësaj kontrate, kanë nxjerrë një lloj kërcitje të fushatës së Partisë Demokratike, që nga njëra anë tenton që t'i afrohet shtresës së varfër, duke bërë pjesë të saj, pjesë shumë të rëndësishme në fakt paketën e dëmshurisë, dhe nga ana tjetër, po Partia Demokratike ka kapacitete financiare për të lopur me shumëra që shkojnë deri në $6 milion. Këtu s'është e vërtet, Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë qindar. Është një fondacion që jep para. Apo jo. Por një gjë, edhe sikur Partia Demokratike të kishte dhënë nga arka e vet, për kauzën që është kjo kontratë, ja vlen 100 herë. Sepse, marrim të, qa ndodhë? Edi Rama zhduk djegësin e Tiranës, një vjell 130 milion euro. Dhe vazhdo një lloj të thuat se është udhëheqës i shqur. Kush e pagohu? Kujtja ke denoj me vjedhje 130 milion euro. Mos denoj pasanikt, asnjëri prej tyre. Të varfrit i denoj. 130 milion euro janë 812.000 pensione. Ndaj dhe thash, ato mund t'i paguan të qëndark për qëndark Partia Demokratike, për të mbrojtur pikrisht. Thash, jo çdo demokrat, por çdo shqiptar. Sepse janë bërë, ky është një narkodiktator. Ky, me ato që i ka bërë shqiptarve, ka përzën 1 milion shqiptar. Mendon ti se unë ta them që çdo lloj shpenzimi për të bërë transparencën, për të bërë anatomin e një narkodiktatori është e vlefshme për çdo qytetar shqiptar. Kjo është e vërteta. Zotëri, a e dëgjove rezolutën? Të garantoj se ndryshe nga ç'mashtron ai,
por rezolutat kanë një proces, që ta dini ju, së është sekret, jashtëzakonisht serioz. Në qoftë se ka një gjë që vështrohet me lup, pas se të votohet është rezoluta. Jo pas se të votohet në seancë plenare, po edhe pas se të votohet në komitetin e rezolutave. Ka një komitet për rezolutat. Rezolutat janë gjëja më serioze e organizatave ndërkombëtare. Pas se të vinë në seancë, ato kalojnë komitetin e rezolutave. Pas se të shkojnë komitetin e rezolutave, ata kalojnë në sektor pas sektori për të provuar. Nuk voton kush gjëra të cilat nuk qëndrojnë. Nuk voton kush. Ndaj dhe përpjekja e Edi Rams për t'i zvogluar këto është përpjekje e fundit e ti pas se të thyej qafën me datën 11 maj me votën e shqiptarëve. Që se mundet të nisja të fundit në raport me kontratën e lobimit. Për hir të transparencës, zoti Berisha, duke qenë se publikimi i këtij lajmi realisht është bërë, siç ju e thatë, çështje diskutimi në mediat shqiptare. A do ishit ju i gatshëm për të publikuar emrat e atyre personave të cilët kanë kontribuar te ky fondacion, që ju tha deri tani Partia Demokratike nuk ka paguar gjë, pra dhe në emër të Partisë Demokratike ky fondacion, por mund të paguajë sa kohë kontrata është e firmosur dhe ka vlerën $6 milion. Dhe ju thoni që nuk ka lidhje me zgjedhjet. Ndërkohë që kjo kontratë lobimit, paktën ajo që është publikuar, është firmosur në emër të koalicionit PD-ASHM. Pra që lidhet me... Sepse kauzat e opozitës së vërtet janë të njëjta. PD dhe ASHM kanë të njëjtat kauza. Kjo është e tëra, Osman. Do me thënë, ky koalicion është dakord se Shqipëria është një narkoshtet, se Edi Rama është një narkodiktator, se Edi Rama ka vënë në kontroll të plot drejtësinë. Ai peti s'ka reaguar ata apo jo? Ai pe. Sigurisht. Do ketë transparencë në gjëra. Ja çfarë thot? Le ta lamte. Çfarë thot Partia Popullore Europiane? Thot për impunitetin. Sepse dosjet 134, 339 janë gur, janë tabel turpin qafën e tyre që i mbajnë. Shkruhet turp për ata që i mbajnë. Kështu që gjërat po konfluojnë njëra me tjetër në të dy anë të Atlantikut. Po ka një sintoni. Tani, Partia Demokratike nuk është këtu edhe njerë. Çdo njeri që njeh ligjin amerikan dhe e din që kontrata publikohet në fara, atë në çdo njeri e shkarkon. Nuk ka gjë për të fshehur këtu fare. Po kontrata është midis avokatit të famshëm dhe fondacionit Make Albania Great Again.